6 rekomandime për trajtimin e rasteve të dhunës në familje nga Inspektorati Policor janë drejtuar për disa nga institucionet policore në 8 komuna të Kosovës. Ky raport vë në pas se edhe më tutje nuk ka funksionalizim të ekipeve për të trajtuar rastet e dhunës në familje, e duke treguar edhe mangësitë e tjera, mos vlerësimi duhur i rrezikut për viktimën. Komunikimi me prokurorin e shtetit po vazhdon të preferohet përmes telefoni. Kjo mënyrë e raportimit nuk duhet të përjashtojë raportimin me shkrim, i cili ka filluar të praktikohet kohëve të fundit. Janë hasur dosje që nuk kanë raport njoftues lidhur me dyshimin e arsyeshëm se është kryer vepra penale. Madje në stacionin policor në Leposavić, që është njëra ndër stacionet e inspektuara, sipas raportit nuk ka asnjë zyrtar të trajnuar për të trajtuar rastet e dhunës në familje. Këtu përmendet edhe se në njësër dosjesh mungon kriteri i aprovimit të zinxhirit komandues e mungesa e dhomave mike për intervistimin e viktimave. Ky raport i IPK-s që flet për vitin 2024 e gjendja aktuale tashmë është pranuar edhe nga policia, që thanë se rekomandimet do t'i trajtojnë me prioritet. Në lidhje me dhomat mike, policia e Kosovës ndër vite ka ndërmarrë veprime konkrete për funksionalizimin e tyre në stacione policore. Në ato stacione ku aktualisht nuk ka dhoma mike, janë siguruar hapësira të veçanta dhe të përshtatshme për trajtimin e rasteve të dhunës në familje deri në funksionalizimin e plotë të dhomave mike. Policia e Kosovës ka si plan të vazhdueshëm funksionalizimin e dhomave mike në të gjitha objektet policore. Mes tjerash në raport thuhet se ka rënje të pranisë së mbrojtësve të viktimave e punonjësve të qendrave për punë sociale. Nga zyra e kryeprokurorit të shtetit janë ankuar se ka numër të vogël të tyre gjysej 31. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2025, zyra për mbrojtjen e viktimave ka trajtuar 3020 raste, prej të cilave 2704 raste të dhunës në familje. Gjatë kësaj periudhe, mbrojtësit e viktimave kanë ushtruar përfaqësimin ligjor të viktimave, duke marrë pjesë në 3690 seanca gjyqësore dhe 829 seanca në prokurori. Inspektimi ka përfshirë disa stacione policore në Prishtinë, Drenas, Kamenic, Partesh, Ranilug, Mamush, Leposavić e Zubin Potok.